Nga tash në formë elektronike dhe me transparencë të plot mund të klikoni në linkun e publikuar nga Komuna e Gjakovës dhe të keni qasje në të dhënat e prokurimit për shpenzimin e buxhetit të komunës, kompanive përfituese, ndarjes së buxhetit e tjerë. Kjo pas realizimit të një projekti të hartuar nga UNDP-a. Ka disa komponenta, por njëra prej komponentave të tjera është me kriju transparencë llogaridhënie duke i involvu qytetarët edhe duke përdorur mënyra inovative. Kështu që ne kemi pas një ide që mi hap dhënat e qeverive lokale, edhe kemi bashkëpunuar me disa qytete të Kosovës, por qyteti i Gjakovës ka qenë e para që domethënë ka bu hapjen e parë për gjitha qyteteve, edhe ka tregu gatishmëri të hap të dhënat përkatësisht ato të prokurimit. Nga këto detaje mundsohet qasje nga të gjithë qytetarët që të dinë se ku harxhohen tatimet apo taksat të cilat i paguajmë nga të ardhurat tona. Qëllimi jonë nuk është me i hulumtu, qëllimi jonë është me i hap që qytetarët me pas qasjen to, ata cilët gjykojnë edhe kërkojnë llogaridhënie prej kuvendit komunal. Kështu që tash secili mund të me hy edhe mundesh me pa në mënyrë shumë thjesht, për shembull, cila kompani e ka fitu 6 herë në vit, çfarë çmimi, për çfarë shërbimi. Por ndryshe, ky është projekti për luftimin e korrupsionit e Gjakova është komuna e parë në vend që po e realizon këtë.